Përshëndetje, miq. Sot është një temë në lidhje pse Zoti është pa fe. Dhe që të gjithë ne jemi fuqia unike, hynore, që do të thotë unë jam. Nëse ju bëni lutje në pafuqi, lutja juaj qëndron dëshirë. Nëse ju bëni lutje në fuqinë tuaj, ju kuptoni që jeni krijues. Ajo që ne dhe që dua të ndaj me ju, për të gjithë ne, është pyetja që ne kemi harruar, se nga vim dhe se kush jemi. Për të arritur në pyetjen se kush jemi, askush nuk ju preket liria, por është koha, pra është afati kohor i shekullit 21, për të cilën mos ju vi çudi që kudo ku jeni, kudo si jeni, ndjehet që keni simptoma fizike, pra në lidhje me trupin tuaj, ashtu sikurse dhe jo fizike në lidhje me mendjen tuaj. Kjo ndodh dhe ndjehet tek të gjithë ju, sepse realiteti jon është ndarë në dy drejtime. Në njërin krah është akoma që veprohet me karmën e vjetër, dhe karma e vjetër ka të bëjë me atë që janë fjalët, janë mendimet, janë sjelljet, janë zakone, për të cilën ne jemi krijuar, kemi krijuar një identitet, por identiteti jon, që të gjithë jeni unik, është o ju jeni në pafuqi, pra ju ankoheni dhe kontrolloni jetën, ose ajo që tregova, jemi ndarë në dy realitete, janë njerëzit për të cilën janë zgjuar, që do të thotë zbulimi në vetvete, kush unë jam në të vërtet, dhe kjo është që në momentin që ne bëjmë pyetje kush unë jam në të vërtet, përse jam në këtë jetë, çfarë po kaloj, si po kaloj, përse i kam këto dhimbje, përse i kam këto shqetësim, për të cilën në këtë kohë që të gjithë ne duke bërë pyetje, ne kemi dhe informacion, por shënim, nga mënyra se si ju pyesni apo besoni, është dhe ajo që unë do të tregoj tani. A është ajo që ju ndëroni, dëshironi apo besoni në fuqinë tuaj, apo është ajo që ju vazhdoni të jeni të varur nga të tjerët dhe se çfarë thonë të tjerët. Shënim përse i bëj këtë video, të kuptoni se shumë nga ju që zgjojeni, që keni pranuar ndryshimin e rrjedhës së jetës, së ndryshimeve të vetë dijes kozmike, pra në frekuencë, pra ne jemi ndërgjegjësuar, nga ana tjetër edhe në ndjeshmëri, pra ne jemi lidhur me shpirtin, ose është ajo që ne ndjejmë që diçka duam të zbulojmë në veten tonë, ju keni zgjedhur ndryshimin, dhe duke zgjedhur ndryshimin, ju keni ndryshuar energjinë, pra do të thotë që ju jeni lidhur me shpirtin. Dhe kjo në gjuhën e mrekullisë vërtetësisë së jetës, ashtu si krijesa na ka krijuar, do të thotë që ne jemi lidhur me shpirtin. Pra ne jemi në këtë moment për të cilën ju nuk i përshtateni më kohës, pra botës ku jemi, por dhe nuk e dini se çfarë do të vazhdoni, pra mund të ketë pasiguri, frike të tjera, të kuptoni që në qoftë se ju do të zgjidhni dhe do të vazhdoni të dëgjoni shpirtin tuaj, hap pas hapi,
jeni ju të lirë, askush nuk ju prek lirin, dhe e ndjeni shënim tani, dhe e ndjeni që jeni ndryshe, atëre kjo video do ju ndihmoj ju që të kuptoni se mundeni që kush nga ju mund të keni qenë pra në një familje që ka përdorur shumë religione, pra fet, nuk ka rëndësi se çfarë feje, ashtu sikurse ose mund të keni qenë dhe vetë i lidhur, por në momentin që ju ndjeni këtë ndryshim, ju keni një lloj pasigurie dhe pyetja që ju lind juve është: a është ky një dënim i Zotit? Pse e them këtë? Sepse e kam nga eksperienca kur unë u zgjova, ashtu sikurse edhe shumë të tjerë mbas sidomos 2020 me koronën, midis të tjerave në kanalin tim shkruaj: a ka të bëj kjo me Zotin? Sigurisht unë i tregova, edhe pse më besoni, unë nuk kisha ide se çfarë Zoti, por unë ndija vetëm një gjë, që unë besoja në këtë trup. Dhe ky besim është që gjithmonë kam jeptuar me vërtetësi, por duke folur me vërtetësi njerëzit lëndoshin, dhe duke lënduar sepse e vërteta lëndon, është gjithmonë më shikonin me një sy, po kjo pse po flet kaq drejt, pra lëndoheshin. Dhe shpesh unë vetë pyesja, ndoshta nuk bëra mirë. Por në këtë kohë, edhe pse nuk e dija se çfarë Zoti, kisha dëgjuar që Zoti është atje lart, kisha dëgjuar, por në vetime kisha një besim. Dhe kjo është mrekullia që sot unë jam një djanë 62 vjeçare dhe nuk e njoh emrin mjeksi, me 2 përjashtime, që në kohën kur linda djalin dhe në kohën e aksidentit në 2011, dhe përsëri dhe se isha një monster. Po kur te monster, që të shosh një fytyrë, pra kjo është një fytyrë, po ta shosh veten me 3 fytyra, pra aq e fryrë, edhe të jetoj me pa asnjë lloj problemi, dhe në atë kohë që isha në spital, unë nuk i mora ilaçe që mi sillnin në komo. Pse? Sepse besoja në këtë trupin tim. Edhe pse më dha pasqyrën të shoh veten, edhe pse e pash monster, përsëri jetoja, edhe kisha besim. Kjo është mrekullia që kam besuar pa e ditur se ç'do të thotë besimi, dhe në atë kohë njerëzit e quajnë ateiste. Dhe sot që unë i shërbej me të vërtet plot fuqisinore dhe kam 5 vjet që e kryej këtë mision hynor, pa asnjë lloj përfitimi, thjesht sepse e ndjej. Kur unë u zgjova, shpirti më dha: okej, si unë që vuaj, ka shumë që vuaj, që unë do të ndihmoj, dhe ky ishte zimi i parë. Në kohën që unë ju dorëzova shpirtit, zgjodha të dua Dianën dhe të nxjerr Dianën nga kjo situatë, unë fillova të ndjek shpirtin, dhe pas hapi, ashtu si ndryshojnë stinët, ndryshova dhe unë. Dhe unë pas 6 muajsh, atë që ndjevu shpirti im që do të ndihmoj, unë fillova, unë isha vetë në proces, në shërim. Sigurisht ndjeva vetën më mirë, por thirrja që më erdhi nga zemra për të ndihmuar, unë e hapa këtë kanal dhe jam krenare se kam ndihmuar shumë, sidomos 2-3 vitet e para, shumë shpirtëror që shkruanin dhe më falenderonin sepse morën shumë informacion që nuk u jepej nga ana në Shqipëri. Në atë kohë ka patur shumë njerëz, por që flisnin nga ana e psikologjisë dhe jo nga ana e energjisë. Pra shumë njerëz vepronin me meditime, me afirmime të tjera, por nuk ishin arritur të lidheshin me energjitë e fëmirisë të tyre të eshme që i kemi në zorët e barkut, që është eksperienca e jetës tonë. Pra në një farë mënyre u rritën nga ana e ndërgjegjësimit, por pra kuptuan kush ishin, por akoma duke ecur, duke bile s'kan medituar dhe me vite, sepse më kanë shkruajtur në momentin që merrnin informacionin ato, jo vetëm që energji, merrnin vërtetësinë e jetës, merrnin atë që kishte nevojë shpirti i tyre që ishte zgjuar, dhe sigurisht që ka marrë falenderimet, dhe sot një pjesë e tyre jetojnë me paqe të brendshme. Unë nuk mund të ndihmoj që të gjithë, por çdo individ nga ju që jeni këtu, ndihmoni atë që keni në krahun tuaj, apo fëmin tuaj, apo komshiun tuaj, duke u sjell në mënyrë të
të këndshme në mënyrë me dashuri pa kushte, dhe kjo e sjell vetëm zgjimi i shpirtit. Zgjimi i shpirtit do të thotë zbulim, dhe për ju që keni qenë me të vërtet, pra jeni zgjuar e ndjeni ndryshimin, ju lutjet ndjen për ju jo komfortabël. Pse? Sepse gjithçka tek ne u shkatërrua. Dhe për këtë unë do të ndaj në 3 pjesë. Pjesën e parë, kush është ndryshimi nga ana e perspektivës, pra të energjisë, sepse jemi në një energji të afatit kohor, të një shekulli më të rëndësishëm që do të arrim në ekuilibrin e magjisë pastër të gjithçkaje që vepron burimi i energjisë që ju e thrisni Zot, univers, krijesa, këdo që ju të rrisni, është që ne do të arrim gjatë këtij shekulli në këtë ekuilibër, me qëllim që të ecim në drejtimin e afatit kohor. Universi drejton energjinë, ne jemi energji sepse jetojmë në këtë univers, dhe në këtë rast, nga ana e perspektivës të kuptoni fuqinë që ka lutja shpirtërore me pa fuqinë e lutjes religionare ose fetare. Unë nuk gjykoj që të gjithë ju që dëgjoni, të besoni ku të doni, ajo që do të tregoj këtu është vërtetësia e mësimeve të mençurisë, së vërtet të bukurisë që Zoti është pa fe. Dhe tani, nëse ju besoni dhe është e drejta juaj, por me atë që e prisni qoftë dhe nga Zoti ju vi nga qielli, lutja juaj është dëshirë. Por në qoftë se ju luteni në fuqinë tuaj, lutja juaj është krijuese. Pse? Sepse ju e keni lidhjen drejt për drejt, dhe kjo është zemra jonë. Prandaj ne jemi që të gjithë të ftuar. Çfarë do lloj ndërgjegjësimi që kemi arritur duke parë në botën e jashtme, tani bëhet fjalë. Kudo që të besoni, kudo që të jeni, nuk gjykon njeri, nuk ju kritikon njeri, është thjesht ftesë. Jeni të lirë që të lidheni me veten tuaj. Dhe kjo vjen dhe ka emrin zgjimi shpirtëror, ndryshe quhet zbulimi i vetvetes, që të arrim në fuqinë unike hynore, është fjala unë jam, sepse që të gjithë në këtë univers ne jemi unë jam, unë jetoj, unë kam ardhur në këtë jetë që është e dhuruar kjo tokë mëmbjellore me gjithçka që jemi të lidhur, gjithçka ekziston me mendjen të turën bas botës së materjes, është që ne nuk arrim atë që dëshirojmë, por me zemrën e hapur, gjërat na vinë në lehtësi dhe ne jemi të kënaqur me atë që kemi dhe jemi të hapur në univers si krijues, sepse ne jemi krijesa të krijesës. Çdo gjë që është krijuar në këtë dhe toka që sot për sot është jeta, është dhuratë. Ne si qenie njerëzore, ne jemi të lidhur direkt me qiellin, është vetja jonë edhe me tokën dy këmbët tona në tokë, ne qëndrojmë në tokë, por ne jemi edhe me kokën tonë të lidhur në qiellin. Ndërkohë është pjesa e dytë, përse është lutja dhe kush janë 2 arsyet që ne lutemi, dhe pjesa e tretë, për të arritur në fuqinë dhe në efektin e lutjes janë 4 teknika që do ju ndihmojnë që të arrini hap pas hapi në shërimin tuaj. Çfarë do lloj që të keni, sëmundje apo shërimin për dhimbjet që ju keni nga ndonjë situatë, nga ndonjë probleme të tjera, pra çfarë do lloj problemi që të keni në lidhje me çdo lloj marrëdhënie, është që ju do të arrini pra të kuptoni që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës, dhe kjo është ftesa që duke dëgjuar dhe duke kuptuar që besimi që të gjithë ne pa përjashtim, pa dallim, sido që të jeni, sido ku besoni, e keni në zemër. Kjo zemër në këtë trup që jemi të lidhur me qiellin dhe me tokën, ne kemi direkt të lidhje, por shënim.
për sa kohë ne do të rrim vetëm të një anshëm me peshqisat, vetëm me mendjen të fiksuar me atë që ne kemi marrë me vete dhe duke qëndruar në zonë të reatis, edhe pse bëni pyetje, edhe pse merrni çfarëdo lloj përgjigje, nuk filloni të veproni për atë që ju kërkoni, do të thotë që ju vazhdoni të rrini të lënduar, vazhdoni të rrini akoma me energjinë që ju bën, që edhe pse besoni të jeni në pafuqi. Le të fillojmë. E para, kush është ndryshimi nga ana e perspektivës midis lutjes fetare dhe nuk ka rëndësi kur them lutjes religioneve, pra të çdo lloj feje, dhe lutjes shpirtërore. Që të gjithë ne që kemi planuar të ecim me ndryshimin e rrjedhës, pra të jetës, të vetëdijes kozmike në frekuencë edhe në dridhjet tona, është që të gjithë ju në këtë moment, është që ju ndjehet që lutja juaj është jo komfortabël. Kjo për arsye sepse ju jeni të shkëputur, keni një energji tjetër, ju nuk jeni më as si më parë dhe nuk e dini se ku do të shkoni. Gjithsesi, ju çdo gjë është shkatruar, edhe mendja, edhe kjo është që ju ndjeni simptoma fizike dhe jo fizike, dhe jo vetëm për ju që keni planuar ndryshimin, por kjo ndjehet dhe ke njerëzit për të cilën akoma flen gjumë, sepse në tokën në këtë shekull kanë hyrë aq shumë frekuenca të larta të dashurisë pa kushte, të dritës, që ju tregojnë kudo ku të jeni, edhe në autobus të jeni, ka njerëz për të cilën janë ndriçuar. Dhe këto njerëz, nëse doni të dini, kanë një fytyrë të qeshur, kanë një siguri në veten e tyre, kanë atë që janë të kënaqur me atë, edhe pse Diana ulet në të njëjtin autobus me njerëzit për të cilën vazhdojnë në një anshmëri, sepse janë në rolin viktim, janë duke qëndruar akoma me gjërat që kemi marrë nga të parët tanë. Dhe këto janë që në këtë kohë nuk i përshtaten më që quhet karma e vjetër. Dhe duke mos qenë që qëndrojnë në zonën e ratis, që ka të bëjë me qëllimin, dhe qëllimi i jetës është jeta që po jetoni. Pra, a është kjo jetë që po jetoni, kudo në çdo marrëdhënie ajo që ju kërkoni në jetën tuaj? A është jeta që të qëndroni me frikë? A është jeta në këtë kohë që të keni marrëdhënie si macja me miu, qoftë dhe për gjëra të vogla e të tjera? Apo frika se unë punën, e më the tash që të gjithë? Gjithsesi, kjo, nëse i keni këto gjëra, do të thotë që edhe nëse ju besoni, është një lutje që mbetet në dëshirë. Mësoni që të gjithë ju që jeni zgjuar, është që në momentin nga që ndjeni diçka me ju ka ndodhur, edhe nëse ju keni qenë në një familje që ka qenë me të vërtet, pra kanë vazhduar në besimet fetare, ose keni qenë dhe ju vetë që keni qenë të lidhur me ndonjë fe. Unë nuk gjykoj, ju lutem, nuk kam bëj absolutisht me gjykimin, unë po tregoj diçka në lidhje me vërtetësinë në këtë afat kohor, sepse unë personalisht kam qenë ateiste, por unë sot nuk e rra gjoksin që unë besoj në Zot. Unë besoj në Zot sepse e kam në zemrën time. Dhe ky besim që kam në zemrën time, aq shumë ka djegur, që kur unë kam qenë fëmijë, por nuk e dija në atë kohë, që kërkoja që të gjithë jemi të lirë, që të gjithë të flasim të vërtetën, por në kohën e parazimit, unë nuk e kisha harruar veten se nga isha. Unë isha kush unë isha, por unë nuk mundja të bëja atë që unë doja sepse ishte sistemi. Biles dhe brenda familjes më kanë gjykuar sepse isha kundra sistemi dhe ata nuk kërkonin probleme. Por gjithsesi, edhe pse më është dashur si Dianë të bëj, kam jetuar jetën time, unë nuk se isha kundra e Niverogjës në atë kohë, sepse nëse do të isha kundra, do më kishin internuar, sepse jam e kohës e regjimit komunist, por unë bëja atë që unë dëshiroja të bëja. Dhe kush ishte dëshira në atë kohë, në atë qytet ku isha unë? Thjesht që unë shkoja ndiqja filmat, sa atë ishte ajo që mund të arrija edhe të hyja në për
kafese, ajo ishte në atë qytet, po në kafe në atë kohë, kur unë isha e re, ishin vetëm burra, nuk shipje një fytyrë gruaje. Edhe sigurisht që unë bashkë me një shoqen time, dhe që të dyja ne kemi qenë të bekuar, ne na vinin gishtin, oh my god, po për qarë, sepse unë pia diçka që unë dëshiroja, në fundit ishte me djersën time, me lekun tim, po na zhvën gishti, pra si të jo të ndeshme të tjera, mendo në këtë shekull. Po në shekujt më përpar, pse i tregova, dua të tregoj rolin që kanë luajtur fet në kohët e më përpashme. Ndërkohë të kuptoni që të gjithë të mësoni, që të gjithë pa dalim, besoni ku të doni, shkoni ku të doni, që të gjithë dhe gjithka ne jemi një. Dhe kjo një është ekzistenca, ndryshe Zoti, universi, krijesa, atë që ju e të rrisni. Pyetja është, kush është në ndryshim lutja e një fetari në ndryshim me lutjen e shpirtërorit? Le të flasim me lutjen e fetarit. Çdo person për të cilën beson dhe është e drejta juaj, nuk gjykoj, është e drejta juaj, por dua të tregoj atë që është e vërteta. Është që vepron ose ndërmjetës duke ju drejtuar drejt Zotit. Pra i drejtohet drejt Zotit. Pra dhe ajo që si e njeh Zotin një besimtar, është një burr, është një baba, është një figurë që është lart në qiell dhe që është gjykues. Ju lutem, shënim. Por, nga ana e perspektivës, sepse universi gjdo sekund lëviz, gjdo sekund me shekuj ne kemi dalë nga errësira në dritë, dhe ajo që ka qenë dritë dje sot është errësirë, dhe sot pëndot me ne. Pra, çfarë do të thotë? Lutje që bën gjdo fetar është që e kanë në pafuqinë e tyre. Mësoni, pyetja është, po përse duhet ta di dhe përse është në formë të pafuqisë? Pse? Shënim që është në formë të pafuqisë. Që me kohë të lashta, të kuptoni se kur flas për sistemin e religioneve, është që fetë lindën për të kontrolluar njerëzimin. Shënim, fetë lindën për të kontrolluar njerëzimin. Mësoni që ky kontroll, për të kontrolluar njerëzit, është që i thoshin që Zoti është atje lart. Dhe gjithë mëkatet që ju keni bërë, është që po ju dënon, pra po ju gjykon, po ju dënon. Prandaj, uluni, gjunjëzoni që të lani mëkatet. Pra është kontrolli për të mbajtur njerëzit. Dhe pse kontroll? Sepse energjit veprojnë. Dhe universi ka krijuar 2 dhe më shumë energji. Në kohët e lashta, duke qenë se ka qenë niveli i ulët i ndërgjegjësimit, pra në kohën që lindën fetë, është që ka patur shumuri, ka patur kriza, ka patur sëmundje. Dhe sepse ndodhte uria, për shembull, ishte koha o të përmbytjeve, o të tasirave, dhe nuk kishin prodhim, dhe në atë kohë çdo gjë ishte në natyrë. Pra çfarë bëhet atëre për t'i mbajtur njerëzit në kontroll, edhe një pakicë që ishte në atë kohë, dhe në këtë rast edhe sistemi i krijuar i feve, i religioneve, bëri që për të mbajtur njerëzit në kontroll, u thotë që, okay, ai Zot që është lart, është që po ju gjykon ju. Pra të gjitha i sjell Zoti këto. Dhe kjo ishte kontrolli i jetës. Mësoni që kjo është ajo që lutjet edhe sot e kësaj dite janë në pafuqi. Kontroll do të thotë që midis Zotit, pra qiellit, dhe tokës për të cilën unë jetoj, pra është që ka hyrë në këtë rast profeti apo hoxha, që janë në për si kanë hapur ato godinat e tyre apo doktrinat e tyre e të tjera, dhe në këtë rast është që
Pra kisha i kontrollon njerëzit që ju të gjunjëzojni, të lani mëkatet, se ndryshe do të shkoni në erë, dhe në këtë, duke qenë se ne jemi mëkatar, pra duke mos qenë në gjendje të zgjidhnin përse ndodhin pra sëmundje, vdekje të ndryshme nga uria apo nga sëmundjet apo dhe nga kriza, luftra e tjera, arrinin, pra duke mbajtur njerëzit në kontroll, i binin gishtin që Zoti. Po a e dini ju që ne jemi krijesa të Zotit? Dhe se çdo gjë dhe gjithçka që është krijuar dhe që na është dhuruar kjo tokë është e Tij. Po përse këtë tokë, kudo që kam të drejtë të jetoj në çdo vend të botës, një pjesë e kanë, pra në këtë rast qeverit, se po flas në eksperiencën e jetës time, qeverit apo kushdo, na kanë mbajtur pra në kontroll dhe e quajnë, pra vendin e tyre e quajnë të tjera. Ne kemi të drejtë të jetojmë kudo, dhe kjo është afatikuar që ne duke u lidhur me veten tonë të arrim në fuqin. Por që të arrim në fuqin tonë, ne duhet të lidhemi me zemrën tonë. Dhe zemrën ne kemi që të gjithë, se kemi ardhur në këtë jetë, si ëngjëj. Kujtoni, kur erdhët në këtë jetë ditëlindja juaj, keni ardhur, dielli është dhënësi, nëna është shëruesja jonë, dhe planeti për të cilën kemi lidhje janë mençuria e jetës tonë. Pra është kjo lidhje, është vlera që ne kemi, çdo individ është vlera unike, hynore, krijues, jemi krijues, kemi ardhur në këtë tokë, ne ndihmohemi, pra bebi ndihmohet, ne mësojmë dhe ne do të krijojmë, pavarësisht se ku jemi. Tani në këtë afatkor të kuptoni kuptimin e vërtet që Zoti apo universi apo krijesa janë pa fe. Është për të gjithë, pa dallim, për të jetuar me zemër dhe të lidhur me njëri tjetrin në liri, në barazi, në vllazëri. Ashtu si nuk përplasen shpendët që fluturojnë, nuk përplasen, jemi dhe ne si qenie njerëzore, të krijuar nga krijesa për të mos u përplasur me njëri tjetrin, por të krijojmë me dhe për njëri tjetrin. Pra në këtë rast është që të kuptoni që Zoti është i të gjithëve, pa dallim, kudo, në çdo cep të globit tonë, si në qiell, si në tokë, çdo gjë është ekzistenca. Kjo ekzistencë është që na shërben që të gjithëve dhe ne do të kujdesemi me qëllim që të mos ketë më luftra, të mos ketë më uri, të mos ketë sëmundje, por që të arrihet kjo është të kuptojmë që këto gjëra ndodhin sepse feja vuri veten e vet në mes nesh. Ndërkohë që unë që jam para jush, që nuk e njoh fen, dhe kam qenë ateiste, unë sot e njoh akoma më, o Zot, unë nuk mund të them, Zot, univers, krijesa, ekzistenca, është kjo zemër, është kjo mrekulli që e ndjej në brendësi të shpirtit tim, se sa e bukur është jeta të jetosh me paqen e brendshme, të jetosh me dashurinë hynore, të jetosh me dëmshurinë, për të cilën me mundësitë që kam, do të vazhdoj të ndihmoj, edhe nëse unë nuk ndihmoj që të gjithë juve, por të jeni të sigurt që çdo kush nga ju do të ndihmoj dikë. Dhe kjo është ftesa, kjo është thirrja edhe e Zotit tonë që është pa fe, për të krijuar botën e qytetarisë, ku të gjithë të jetojmë ku të duam dhe si të duam, dhe vetmja feja e besimit është në zemrën tonë, është paqja e brendshme. Hapni zemrën. Kjo është që Zoti është pa fe. Ndërkohë të kuptoni, pyetja bëhet, po përse duhet ta di, do me të ndryshimin? Për arsye sepse që të gjithë ne që zgjohemi, është që ne duhet të lutemi, pavarësisht se në fillim duket jo komfortabël, për arsye sepse edhe pse jemi të shkatruar mendërisht edhe
nga ana shpirtërore, që ndjeni simptomat fizike dhe jo fizike, pra zgjimi i shpirtit, pra zbulimi juaj, që ndjeni që nuk jeni më si më parë, që nuk I përshtateni pra botës, por që jetoni, është të kuptoni që ne fillojmë në momentin që ne qetësojmë mendjen dhe kjo arrihet me higjienën shpirtërore, format meditimet janë nga më të ndryshme dhe që të gjithë zgjidhni atë që ju drejton shpirti juaj, ne kemi në brendësi. Pra, ne do të lidhemi me zemrën tonë. Në fillim është e vështirë për arsye sepse ne kërkojmë të kthehemi, atë dim me mendjen. Dhe kjo e bën vështirë që të mos lidhesh pra me që ne ndihmohemi, të mos lidhemi me atë çfarë ne shikojmë. Pra nuk jemi të vëmendshëm se jemi akoma me mendje dhe mendja jeton me të kaluarën, jeton dhe se çfarë do të vi. Dhe duke qenë se ju arrini, prandaj po I tregoj, ju jeni në një moment që I keni ndryshim, por nuk e dini se çfarë po ndodh, ju kërkoni të ktheheni, sepse atë dini dhe kjo ju bën për momentin të vështirë. Megjithatë, ajo që duhet të kuptoni është që feja ose nuk e tregon shënim, nuk e tregon që Zotin e kemi në zemër, pra, ju lutem, nuk e tregon se nuk e din, dhe sigurisht kjo është për mua, që nuk e din, si ai hoxha, si ai profeti që kanë marrë mësimet e doktrinave, nuk gjykoj, por është që nuk e din që ne kemi direkt në zemrën tonë. Pra lidhjen drejt për drejt në zemër. Dhe është kjo shtyllë kurizore që në gjuhën e zgjimit të shpirtit quhen 7 chakrat kryesore, por që për një pjesë që janë të lidhur dhe I shërbejnë Zotit, janë që do të lidhemi edhe me 13 ose 15 chakrat, si në tokë, si në qelë, gjithsesi që të gjithë jemi unik, por që dua t'u tregoj që kjo është ose feja nuk e di, ose kërkon që të mbaj sistemin e vetë akoma në fuqi. Ndërkohë që edhe ky sistem po lëkundet për arsye sepse jemi në një afat kohor të ri, për të cilën besimi që të gjithë e kemi në brendësi është kjo zemër për të arritur në paqe të brendshme, me qëllim që të arrim të mos qëndrojmë me një anshmëri, pra me mendjen, dhe kjo është që akoma pra sistemi I feve, pra qëndrojnë në fuqi, sepse janë të njashëm, janë akoma me mendje, dhe kjo është që kontrollojnë njerëzit. Pra njerëzit qëndrojnë akoma të njashëm dhe nuk janë të lidhur me shpirtin, kur që të gjithë ju besimtar të mrekullueshëm, edhe ju që jeni zgjuar, është edhe pse besoni, të kuptoni që jeni në pafuqi për momentin, sepse kërkoni të jepni përgjigje me mendjen. Dhe kjo është që nuk arrihet të realizojmë ëndrat dhe dëshirat tona, dhe kjo është në lidhje me besimin, pra lutja me besimin fetar është në pafuqi. Por pyetja është, si ta kuptoni që shpirtërori arrin që të ketë një lutje në fuqi, hap pas hapi në momentin që ne I dorëzojmë shpirtit dhe fillojmë të lidhemi me trupin ton, ne e kuptojmë, pra hap pas hapi si ndryshojnë stinët, ne e kuptojmë që ne kemi lidhjen të drejt për drejt me Zotin. Pse? Sepse edhe pse ne arritëm të kuptojmë që pra ne nuk jemi si më parë, ne arritëm ne marrim frymë dhe ajo që na sjell shpirti që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës, dhe kjo është, ju jeni duke ndjekur këto video, pra ju nuk jeni vetëm, ne askush nuk jemi vetëm, por kur ne zgjohemi me shpirtin dhe lidhemi me shpirtin dhe lidhemi me trupin ton, ne lidhemi drejt për drejt me energjinë dhe ne ndihmohemi në këtë rast nga udhërrëfyesit tanë, për të cilën janë ajo që të rrisni Zotin, të rrisni universin, të rrisni ëngjëjt, të rrisni prindrit tuaj, apo mjeshtrat e ditët, paraardhësit, kudo.
Ndërkohë të kuptoni që ne duke vazhduar procesin e zgjimit të shpirtit ku na drejton shpirti, sepse jemi dorëzuar shpirtit dhe ne ndjekim shpirtin, ne lidhemi drejt për drejt dhe ne marrim sinkronizime nga më të ndryshme dhe që të gjithë jeni pra e dini këtë sepse ne nuk jemi vetëm, qoftë engjëjt i keni në shtëpinë tuaj ashtu sikurse edhe jashtë më të tash. Tjetër, ne bëjmë një bashkëbisedim, sa më shumë ne rritemi, ne fillojmë të krijojmë një bashkëbisedim si krijues. Pra, ne fillojmë me lutjet tona, duke qenë në një linjë me mendjen dhe me shpirtin ton. Ne bashkëbisedojmë me Zotin, me universin, pra me energjinë e burimit që kemi në brendësi, si krijues, pra të barabartë. Dhe e gjitha kjo është se ndodh sepse ne nuk bëjmë lutje në pafuqi. Ne nuk e bëjmë veten si mëkatar, pavarësisht se çfarë na ndodhi, sepse shpirti nuk gjykon, shpirti nuk kritikon, shpirti e pranon atë se çfarë ndodhi, e pranon dhe na ndihmon ne që ne të përballemi me atë se çfarë ka ndodhur me ne. Unë nuk mund ta ndryshoja më të kaluarën, por shpirti më mësoi që të përballesha përse marrëdhënia ime dështoi, përse shpirti më solli në këtë kohë, përse më erdhi thirrja që unë do të ndihmoj njerëzit, po si do t'i ndihmoj këta njerëz, e të tjera, që të gjitha këto, duke u dorëzuar dhe duke planuar fjalën dashuri, për të dhënë dashuri në çdo person, edhe që mund të kenë lënduar, apo që kam lënduar, pra duke falur veten, sepse ne jemi që njerëzore, nuk jemi perfekt, dhe duke falur dhe të tjerët, edhe pse më kishin lënduar, unë duke dhënë fjalën dashuri, procesi im eci me lehtësi, hap pas hapi, si ndryshojnë stinët, ndryshojnë dhe ne. Shënim, unë kam patur zime, 3 zime, zimi i parë ishte kur unë u shkatrova nga marrëdhënia, pra u divorcova me një marrëdhënie 30 vjet, edhe aty më erdhi që unë do të ndihmoj, si unë që vuaj do të ndihmoj dhe të tjerët, më erdhi nga zemra se u hap zemra. Pra kjo zemër që është Zoti, është vlera ime, është misioni dhe drejtimi i jetës dhe prandaj jam këtu. Zgjimi i dytë ishte që unë fillova të veproj, në momentin që unë u shërova, unë fillova të veproj, pra të veproj me atë që unë po kaloja, atë që kisha kaluar nga eksperienca ime, dhe atë që po kaloja, dhe një mrekulli ishte se unë shërova në të njëjtën kohë me njerëzit që ishin zgjuar në 2020 si unë, pra unë ndihmova dhe ata, po dhe ata më ndihmuan mua, sepse energjia e shpirtit ku ne ndaj me vërtetësi atë që ne ndjejmë, ne shërojmë njëri tjetrin. Tjetër është që në zgjimin e tretë është që sot, dhe pse kam kaluar një proces të vështirë, duke hyrë direkt në veten time, në çdo lloj sekreti me veten time, duke ndjerë çdo gjë në trupin tim, duke u shliruar, jo vetëm nga zorët e barkut, pra e pastruar, por edhe nga jetë mendore, sot unë jam në ekuilibrin e pastër të energjisë së gjithçkaje. Që do të thotë, të dy, jo vetëm dy energjit, energjia maskullore, mendja, por edhe energjia femërore krijuese që e kemi në shpirt, i solla në armoni, po pasi solla në armoni, shpirti, veçërimi i shpirtit është derisa të vdes, është veçërim, që do të thotë është ndjesim, është dhe vullneti jon hap pas hapi për të përmirësuar jetën çdo ditë. Pra unë vazhdoj të ndjek higjienën shpirtërore dhe në këtë moment që po flas me ju. Edhe sot kur u zgjova, ndoshta nuk dola në mëngjes në natyrë, por unë bëra ushtrimet e jogës, unë bëra lutjet e mia dhe unë shkova edhe 2 orë sepse ndihmoj në punë vullnetare në njerëzit që janë në këto shtëpitë të pleqve, për të cilën kam hyrë në një sektor që janë me të vërtet quhet sëmundja e arresës.
por gjithsesi unë jam krenare që jam atje, sepse I shikoj që herë janë të mrekullueshëm, ata janë të mrekullueshëm, por e humbin nga njerë, unë I pranoj si ata janë, por unë mësoj shumë gjëra, me qëllim që këto t'i vazhdoj edhe në të ardhmen për të ndihmuar njerëzit që kur ne nuk jemi vetëm, edhe kur ne nuk kemi qenë, sepse ne jemi ëngjëj, pavarësisht se jeta na solli sfida, dhe ne nuk jemi vetëm, dhe ne do ta lëm këtë tokë përsëri ne nuk jemi vetëm. Pse? Sepse shpirti jeton dhe shpirti është I përjetshëm. Erdhëm me frymën dhe frymën do ta lëm, do t'ikim si trup fizik, por si qenie krijuese ne jemi. Ajo që po bëj unë sot do të qëndroj me pasardhësit e mi, me mbesën time, me djalin tim, mbesën time, me nipin tim që do të më vinë në 2 maj. Është një mrekulli. Faleminderit univers, faleminderit Zot, sepse çdo gjë vjen në momentin e dur dhe në kohën e dur, atëre kur ne nuk e presim, dhe të jeni të sigurt se sa më pak stres dhe sa më shumë minjos të jemi për atë që kemi, aq më shumë gjërat na vijnë me lehtësi. Pra të heqim dorë nga edhe pse besoni, por në qoftë se dyshoni, ajo do të qëndroj lutje në pafuqi, lutje në dëshirë. Por shpirtërori e ka lutjen në fuqi si krijues. Ndërkohë është ne e bëjmë pra me fuqin tonë, sepse ne nuk e quajmë çallodi medianën, pra po ju jap shembull, ne nuk e njohim si mëkatar, ne nuk pendohemi për atë që ne kaluam, në fundit është e kaluara jonë, ne zgjimi I shpirti që jeton me momentin tani, ne sollëm të kaluarën tani dhe atë që bëjmë tani na çon nesër, pra I sollëm të kaluarën të tanishme dhe të ardhme në këtë moment dhe atë që bën Diana sot e çon nesër. Pra që do të thonë ne nuk pendohemi. Tjetër, ne nuk bëjmë gjërat se unë nëse nuk e bëj këtë ose atë do të shkoj në hell në asnjë mënyrë. Pra të kuptoni që Zoti nuk I ka bërë këto gjëra. Këto janë krijuar për atë kohë dhe do ta tregoj që të kuptoni, por para se të filloj, është të kuptoni që ne Zoti ekziston, e kemi që të gjithë në zemër dhe ku ne lidhemi me veten ton, hap pas hapi, si ndryshojnë stinët, ndryshojnë dhe ne, për ato që na sjell trupi, ne arrim në bashkëbisedim të bukur, të ngrohtë, të barabartë. Oh my God, është një bekim që e ndjejmë që çfarë dashurie pa kushte e mrekullueshme është ku ne lidhemi me zemrën tonë. Pyetja është, po si ndjehet lutja e shpirtërorit? Ndjehet sikur ju ta kuptoni, ndjehet sikur ju jeni duke pirë me shoqen tuaj të ngushtë, që tregoni të vërtetën dhe vetëm të vërtetën, ashtu ndjehet kur pini një kafe. Ose Diana, kur u zgjua nga që isha vetëm, jetoja vetëm, por që nuk e ndjeva më veten të vetmuar, në asnjë mënyrë, mua shpirti më drejtoi të ulesha në rrënjët e një peme dhe aty edhe sot e kësaj dite, saj që dal në natyrë, unë do të ulem atje dhe do të flas me atë, dhe në atë kohë çafisja me pemën ishin se rrënjët e saj ishin mbi tokë, edhe unë I thoshja pra si flisja, isha direkt e lidhur me tokën, me rrënjët e tokës pra të pemës, sepse është e krijuar nga krijesa dhe pema rritesh drejt dritës, edhe unë I thosha, dhe unë do të rritem drejt dritës, edhe si ti që nuk kanë kohësh, erë ka temperaturë të lartë, erë ka rreshje, erë ka borë, erë ka ngric, ti përsëri rrite, sepse unë I ndryshoja, unë shkoja çdo vit, edhe akoma vazhdoj. Që ndiqa ndryshimet e stinëve, pra kështu ndryshojmë dhe ne, sepse ajo që ka krijuar krijesa është energji, çdo gjë dhe ne jemi energji, dhe është nga krijimi I 2 ose më shumë energjive. Dhe ne që të arrijmë në harmoni, ne nuk mund të rrimë më të fiksuar vetëm me mendjen, por ne do të lidhemi me veten tonë në brendësi dhe kjo është thirrja që ndjehet për ju, pra që si komunikoni dhe të mësoni kjo lloj bisede është që shpirtërori e ndjen, pra jemi qielli, unë dhe toka mëm. Pra ne jemi direkt dhe jo si sistemi që ruan akoma pra doktrinat fetare, pra në këtë rast lutjet e fetarve ose religionare që kanë qielli
vetja e tyre, pra fet edhe toka mam. Po ju ku jeni? Ku jeni ju? Ju dëgjoni atë që ju thonë ata, pra nga ana mendore, sepse në kohën që janë krijuar, fet e përdorën këtë kontrollin e qenies njerëzore për arsye se shumë gjëra që po ndodhin në uri, kriza apo luftra apo sëmundje tjera, për ta mbajtur në atë kohë, se nuk ishin në gjendje të përgjigjeshin pse po ndodhin dhe në fundit njerëzit po vdisnin nga sëmundjet, nga urit apo luftrat e tjera, që t'i mbanin në kontroll, vun veten e tyre dhe i treguan që Zoti po na pra i lart po na i sjell këto ne sepse ne jemi mëkatar. Por Diana që u rrit në shekullin 20 dhe që isha pra nuk e dija se çfarë do të thotë Zoti. Unë jetoj dhe jetoj sepse në fund të fundit besoja në veten time. Pra edhe pse kam kaluar trauma, drama e gjithçka, përsëri unë besoja në veten time, sepse nuk dija si ti punoja këto emocioni që unë mora, qoftë duke më vënë gishtin, duke më gjykuar, apo duke mos arritur që të ndjek atë që shpirti im vlerën, se ma vodhi një pakic në atë kohë dhe kjo është që dominon, po gjithsesi ky është shekulli që do shkatroj jo vetëm sistemet, pra në këtë rast edhe nuk jam me atë që unë i vlerësoj për rolin që kishin, por në fund të fundit çdo gjë ndryshon. Pra lëviz, energjia transformohet, nuk fiksohet dhe ne nuk mund të fiksojmë gjërat. Nuk mund të vazhdojmë në këtë shekull të ri me gjërat e karmës së vjetër, me ato që nuk na shërbejnë më. Pra që të gjithë ne jemi ndërgjegjësuar, por tani është lidhja me veten tonë. Mësoni që ne si shpirtëror është që ne lidhemi direkt me burimin dhe kjo na bën që të gjithë ju apo jeni duke e vazhduar me shpirtin tuaj apo jo, ju nuk ktheheni mbrapa, por është kërkesa që të lini rolin viktim, t'i dorëzojeni shpirtit dhe kjo do t'ju sjelli që të arrini që të lidheni me fuqinë tuaj, pra me lutjet tuaj, me fuqinë tuaj, me qëllim që të mos rrini në pafuqinë tuaj. Pra dhe nëse ju bëni lutje, për sa kohë ju nuk lini zonën e reatis, për sa kohë nuk lini zonën e viktimis, pra se e mban veten viktim. Si e viktim? Nëse jeni një marrëdhënie që e kupton që shpirti është zgjuar dhe e kupton që marrëdhënia ju nuk shkon, po ke frikë, është e drejta jote, askush nuk ju lëviz, askush nuk ju prek lirin, por t'jeni të sigurt që çdo gjë, sidomos frika, është iluzion. Megjithatë, të kuptoni një gjë, që herët avon ju do të lidheni me shpirtin. Nuk bëhet fjalë të shkëputeni nga marrëdhënie, bëhet fjalë të lidheni me veten tuaj, që të rrini në fuqinë tuaj. Dhe në momentin që ju do të arrini në fuqinë tuaj, do të hapni zemrën tuaj, ju do të jeni në gjendje që të jepni marrëdhënies tuaj mrekulli, ose edhe nëse një marrëdhënie kudo në çdo aspekt, qoftë romantike apo me njerëz të ndryshëm, nuk ju përshtaten, ju do të thoni edhe do të vini dhe kupi jo, është jo. Dhe kjo është lutja e fuqisë shpirtërore. Prandaj jemi të ftuar në këtë shekull që të lidhemi me veten tonë. Sigurisht që ne jemi që të gjithë shpirt universal, sepse na ka krijuar njësoj. Unë nuk kam ndryshim nga ju. Ju keni zemër, unë kam zemër. Ju keni që merrni frymë, unë marr frymë. Ju keni duar, unë kam duar. Ju keni sy, unë kam sy. Pra çdo gjë, unë ha, ju hani e tjera. Unë jetoj në këtë tokë, ju jetonin asnjë gjë. Ne jemi që të gjithë një njerëzim, ashtu sikurse është një Zot, një botë, dhe është dhe një shërim. Dhe një shërim ka të bëjë shpëtim, ka të bëjë që duke u lidhur me veten tonë, duke hapur zemrën tonë, dhe jo vetëm të hapet, por një pjesë që janë të programuar për të shërbyer me të vërtet plot fuqisë ynore, se asgjë nuk mund të shpejtojmë. Çdo gjë është ashtu si është programuar nga vetë universi.
Çdo sekond lëviz universi. Ajo që sot është errësirë do të bëhet dritë dhe nesër ajo që është dritë do të bëhet errësirë dhe kështu jemi zhvilluar me miliarda shekuj që kur është krijuar kjo botë mrekullueshme, kjo ekzistencë. Dikush më shkruan mua, por nëse dikush thotë që jam Zoti, pra se kam dëgjuar që jam Zoti, të besoni një gjë. Unë nuk merrem se çfarë thonë të tjerat. Unë e ndjej Zotin e kam në zemër, edhe unë me të drejtë, po ju them, unë jam Zoti, sepse e kam në zemër. Dhe unë po jap mësimet e tij, duke treguar këtë. Kur fet u krijuan, pra që u krijuan doktrinat, qoftë dhe krishterë, ekzistenca është krijuar më përpara. Pra, nuk mund të hyj në histori, sepse nuk kam pse di gjithçka. Por fetë kanë ardhur mbas shekullit, do me thënë, eksakt, ekzistenca është krijuar që para se të krijoheshin. Pra, fetë. Dhe ju lutem, në këtë kohë tani, unë nuk dua të gjykoj kërkën. Besoni ku të doni dhe është e drejta juaj, është liria juaj. Por të kuptoni që super fuqin e keni, që është dashuria ynore, e keni në zemër. Në momentin që ju pranoni të doni veten, si ju jeni, se ju jeni komplet, ju keni gjithçka, ju nuk keni pse e zvogloni veten, ju nuk keni pse e gjykoni veten, ashtu sikurse edhe të tjerat, ju hapni rrugën në këtë moment që duke ulur me veten tuaj të vazhdoni rrugtimin e bukur. Le të vazhdojmë të kuptoni që ne si shpirtërore kemi fuqin drejt për drejt, ndërsa njerëzit që besojnë në religione e kanë pa fuqi. Këtë po ja u them me bindje, e kanë në pa fuqi. Pse? Se të qëndrosh me një ashmëri, ju mund të lodheni, ju mund të raskapiteni, por do të vi një moment që do të lidheni me shpirtin dhe do të thoni, wow, sa shumë kam punuar. Dhe vetëm atere do e kuptoni se sa e bukur është të jetojmë me shpirtin, sepse edhe pse ju nuk keni energji, por që edhe që të ndiqni shpirtin dhe mësimet e vërtetësisë, energjia nuk njeh mosh. Ju bëjnë edhe 20 vjet më të ri, nëse ju filloni dhe shëroni dhe sëmundjet, sepse shkatërrohet çdo gjë. Ju filloni të krijoni dhe të jetoni bukurinë e jetës, se ka dhe një mënyrë tjetër të jetës. Kush janë dy arsyet që ne duhet të lutemi? E para, ne si shpirtërorë, se prandaj po ja u jap që e kemi këtë lutje në fuqi dhe të lutemi, është që ne ushqejmë trupin tonë. Ne ushqejmë shpirtin tonë. Kur them trup është komplet. Pra që do të thotë, ne duke bërë lutjet tona, për atë që ne kërkojmë, është shërimi, është rritja, është ndriçimi, është manifestimi, por që e bëjmë fakt, edhe pse nuk jam e smur, edhe pse nuk je smur, edhe i thua që unë jam e shëndetshme, kam një trup të mrekullueshëm, veçurues, elastik që më shëron, por që e bën fakt dhe në të njëjtën kohë beson në këtë dhe vepron ku të drejton shpirti, sigurisht apasapi ne arrim në një linjë që të lidhemi, pra të arrim të hapim zemrën. Dhe kjo është të gjithë e kemi Zotin në zemër. Këtu është fuqia, super fuqia, është dashuria ynore. Pra jo më në dashurinë e nevojë, kam nevojë për dikën në asnjë mënyrë. Ajo që ishte në atë kohë, nuk do ta gjykojmë. Tani, duke hapur zemrën tuaj, do të lidhemi me dashurinë ynore. Pyetja është që, por si do të lidhemi, sepse që të gjithë ne, parazimit, ne kemi harruar se nga vim dhe kush jemi. Dhe këtë na i bën shënim. Çfarëdo lloj që jeni duke e kaluar, çfarëdo lloj që ndjeni, ku jeni, si jeni e të tjerë, të kuptoni që në momentin që ju zgjoheni, ju do të filloni lutje.
Dhe në gjuhën shpirtërore quhen dhe mantra, dhe jo pa qëllim këto mantra i jap pothuajse në çdo hënë të re. Çdo fillim i ri mban një magji të lidhjes me veten tonë, të lidhjes me të tjerët dhe të lidhjes me mundësitë e pafundshme të jetës. Mësoni që me këtë lidhje ne edukojmë shpirtin tonë. Ndërkohë është duke edukuar shpirtin ton, ne lidhemi hapasapi, sepse jemi të përqendruar me mendjen dhe me shpirtin ton. Dhe ne do të arrim jo vetëm në lidhje drejt për drejt, pra në bashkëbisedim me Zotin direkt, sepse e kemi në trupin ton, në brendësi të vetes ton, por ne fillojmë të zbulojmë dhe vërtetësinë e bukurisë së jetës, vërtetësinë e vetes ton, vërtetësinë e botës, pra të që me mësimet e vërtetësisë, ashtu si krijesa e ka krijuar, dhe mbi të gjitha ne arrim të kuptojmë misionin dhe drejtimin e jetës tonë. Ne arrim të kuptojmë që ne kemi vlerë, ne arrim në fjalën e bukurisë së jetës që unë jam fuqia hyjnore krijuese. Pra pse? Sepse ne kemi Zotin në zemër. Tjetër, kjo na bën hapasapi duke arritur në këtë vërtetësi, ne kemi një intuit të fuqishme, të fortë. Ne jemi të lidhur me çdo lloj gjëje që shikojmë në qiell, në tokë, në hapësirë, në shtëpi, në ëndra, në çdo lloj gjëje që ekziston, janë lidhjet tona, janë sinkronizimet tona për të cilën ne jemi të lidhur. Dhe këto sinkronizime janë ndjeshmëria jonë, ajo që ne si ndjehemi, çfarë pam, ku e pam, çfarë ishte në mendje të tjera. Këto janë që ne rritemi nga ana intuitës duke marrë informacion. Pra çdo gjë që shikoj, e zëm të erdhi pëllumbi në shtëpi, po pëllumbi sjell paqe, sido që të jeni, do tregon paqe. Pra ju tregon, sido që të jeni në çdo nivel që ju vjen, ju tregon që ju jeni të lidhur univers, ju nuk jeni vetëm, ju po ndihmojeni. Pra që të gjithë jeni unik dhe që të gjithë shikoni orën ose sinkronizime nuk do të hyjë në këtë, po që ka të bëj me atë që ju jeni lidhur dhe ju drejton shpirti juaj. Dhe kjo bën që ju të lidheni me dashurinë hyjnore dhe me informacionin, sepse ky trup i mrekullueshëm me kockam dhe mimish, për të cilën krijesa e ka krijuar me dy energjitë, energjia maskullore mendja, energjia femërore e shpirti, ka të bëj me atë që është që do ta sjellim në ekuilibër, dhe kjo është që ne arrim vetëm kur vim në ekuilibër me këto dy energji, në bukurinë dhe në fuqinë e vetes tonë, kush ne jemi në të vërtetë. Dhe arsyeja e dytë që ne vazhdojmë të bëjmë lutje është se na zgjerohet energjia. Dhe si, kush është kjo? Janë mantrat. Mantrat janë fjalë, dhe këto fjalë janë që ne fokusohemi. Sa më shumë ne i bëjmë këto çdo ditë në mëngjes, apo dhe në mbrëmje, apo dhe në drekë, sepse unë kam dhënë, si të lutemi në universin, kam dhënë dhe unë të shkruajtura, edhe se mantrat e kohëve të përpara mund të kemë fuqi, unë nuk gjykoj, nuk kritikoj, është drejta juaj që ti merrni ku i merrni me të shkruajtur, por të kuptoni që këto janë fjali që na fokusojnë ne që të lidhemi, pra kur ne përdorim këto, ne jemi lidhur dhe mendërisht dhe shpirtërisht, dhe kjo është që ne i sjellim në një linjë, pra krijojmë një harmoni midis dy energjive, energjisë maskullore mendja që është elektrike, bëj dhe ne do të veprojmë se jetojmë në këtë jetë, por edhe energjia krijuese, magnetike, e brendshme, e zemrës tonë, e shpirtit tonë që thotë okej, ajo që ndjej, ajo që ke vlerë, ajo që ke mision, ta fillosh ta krijosh. Kush është ajo që shpirti të solli këtu? A kërkon marrëdhënie, a kërkon një marrëdhënie të mrekullueshme, a dashurinë, a biznes, a shëndet, a të gjitha, që të gjithë jeni unik. Mësoni që e gjitha këto, duke përdorur këto mantra, ne arrim pra në shërimin ton, në çdo aspekt të jetës për të cilën ju shpirti ju ka sjell këtu. Dhe pjesa e tretë ka të bëjë me atë që të gjithë lutja të ketë efekt, lutja të ketë fuqi,
do të thot 4 teknika. Gjithmonë po flas nga ana shpirtërore, ju lutem, që të gjithë ne jemi me shpirtin. Dhe ju besimtar të mrekullueshëm ku besoni, por tani lidhuni direkt me veten tuaj, sepse e keni Zotin dhe është zemra jonë, zemra astrale. Këtu është vlera juaj, këtu është bukuria jetës tuaj, misioni i shpirtit, pse jeni në këtë jetë, dhe kush ju jeni në të vërtet, nëse ju kërkoni me të vërtet të gjeni pra të jepni përgjigje vetes. Dhe për të dhënë përgjigje vetes, duhet të lidheni me veten, sepse e keni në zemër, e keni këtu. Diana ju frymëzon, por jeni ju që vendosni se çfarë kërkoni në jetë. Mësoni që e para është që ju do të qëndroni në fuqinë tuaj. Në qoftë se ju bëni lutje në pa fuqi, sigurisht që ajo do të qëndrojë lutje në dëshirë. Mësoni, unë nuk e di se ku ju luteni, ndoshta ju luteni në objekte të jashtme, pra në këtë rast mund të jeni pra që jeni lidhur me shpirtin, por që shkoni në objekte të jashtme, është e drejta juaj, nuk ju prek lirinë askush. Po në këtë rast unë ju ftoj që të gjithë juve që me të vërtetë ndjeni që nuk i përshtateni më kësaj dhe jeni lidhur me shpirtin tuaj, atëre është që të kuptoni që në qoftë se ju do të vazhdoni, ju që jeni lidhur me shpirtin, do të vazhdoni me mendjen, edhe pse jeni me të vërtetë, pra vazhdoni të besoni dhe vazhdoni me mendjen, të më falni, përsëri ju jeni me lutje tuaj në pa fuqi. Kjo është sepse lutja juaj është falso. Ju nuk jeni e vërteta ju, kush ju jeni. Prandaj është që do krijohet ekuilibri, në harmoni, pra me veten tonë, me dy energjit, me mendjen, pra duke patur një mendje të qartë, çfarë kërkojmë në jetë, dhe një shpirt në paqe, pra të që na bën ne, që na kënaq ne ta ndjekim. Mësoni që të gjithë ju jeni të zgjuar, a ndiqni shpirtin tuaj apo jo, të kuptoni një gjë që ju nuk jeni vetëm, pra se mund të jeni në fillim dhe s'po e kuptoni, të kuptoni që ju nuk jeni vetëm, ne kur nuk kemi qenë vetëm, sepse kjo zemër punon. Çfarë do lloj që ne kemi kaluar sfida, kjo zemër jeton. Pra në qoftë se ju ndjeni probleme, siklete të tjera, mësoni që ju nuk jeni vetëm, por askush nuk ndërhyj në jetën tuaj, në qoftë se ju nuk e dini se çfarë kërkoni në jetën tuaj. Kush mund t'ju ndihmoj? Pra jeni ju që do t'i dorëzojni shpirtit, pra qëllimi që do, dhe një nga mrekullit që t'i dorëzojni shpirtin, shpirti juaj ju do më shumë se askush, jepi dashuri vetes. Në qoftë se ti nuk do veten, kush kujton se do të doj? Qoftë dhe ai që ke në krah. Shënim. Tjetër është që të kuptoni që kur ne lutemi, në qoftë se ju do të qëndroni në pafuqi, pra jo në vërtetësinë e jetës, ju i humbisni pra ëngjëjt tuaj ato përgjigje që ju meni, sepse jeni me mendjen, ndërkohë që ju ne jemi me shpirtin. Në momentin që ju ndjeni shpirtin, çfarë ndodh, sepse lidheni, afroheni, ne jemi të lidhur, se jemi lidhur me shpirtin, në momentin që dorëzoheni, ju merrni sinkronizime, ju ndihmojnë nga angjëjt tuaj, mjeshtrat, prindrit tuaj, këdo që të nisni në natyrë e të tjera, veten tuaj, që të gjithë jeni unik, por mësoni që të gjithë ne nuk ndihmohemi, shënim, edhe do ta them me ndeshmëri, ne nuk ndihmohemi në qoftë se ne lutjen e kemi në pafuqi. Pse? Sepse Zoti na do që të gjithëve, por në qoftë se Zoti do të na ndihmon, pra mora fjalën Zot, sa të njihni. Edhe Zot del nga shpirti, o Zot, çfarë kam bërë unë? O Zot, më ndihmo, ose okej, Zot, të ndihmoj. Atëherë jeni të vëmendshëm. Por në qoftë se ti e bën lutje në pafuqi, pra lutjen që e pret nga lart, a kujton se gjërat do t'ju vinë nga lart? Ju lutem, gjërat do ju vinë nga lart? Ku është jeta? A është jeta këtu? Atëherë, qofse lutjen e keni në pafuqi, nuk na mundësojnë, angjëjt nuk vinë që na mundësojnë ne që të qëndrojmë në pafuqi, që jam e pazonja, qofse gjykoni veten, jam e pazonja, jam e pamjaftueshme tjera. Kjo nuk ndodh. Pra, t'jeni të sigurt, sepse janë energji të
pastra dhe energjia e pastër është kur ne i dorëzojmë vetes tonë, shpirtit tonë që na do më shumë se askush. Pra kjo është për sa kohë ju bëni lutje, po i bëni lutje në pafuqi, ankojeni për jetën e tjera, edhe troq Zoti na ndihmon të gjithëve, por jo në lutje në pafuqi, duke pritur nga të tjerë dhe në këtë rast dhe nga qielli. Duke pritur, pra se çfarë tjetër do të ndihmoj. Ti je këtu, ti e krijon, ti e krijues, ti e krijon jetën. Por kjo do të arrijë vetëm atyre kur t'i japni zemrën. Tjetër është, kjo do të arrijë vetëm atyre kur ju të bëni pyetjen kush ju jeni. Prandaj është në lutja duhet jetë në fuqi. Dhe që të arrijmë ne kush unë jam në të vërtetë, do të hapni shakrën e tretë, shakra e identitetit tonë. Dhe që të hapet kjo shakër, duhet të ulemi me veten tonë. Pra që të gjithë, quhet ndryshe dhe shakra plexus, identiteti jonë. Ju nuk keni identitetin e parë, por ju ndihmojeni nëse ju i dorëzojeni shpirtit dhe ju, shenja e dytë, teknika e dytë, ju do t'i jepni hapësirë kohës vetes tuaj, që do të thotë, ju do të uleni dhe do të ndiqni higjienën e shpirtit. Është nëse ju vazhdoni në objektet e jashtme, është e drejta juaj. Unë nuk ju gjykoj, shkoni ku të doni, por këtu e kam për të gjithë ju. Ne do të ulemi me veten tonë që të zbrazim gjithçka që nuk na shërben, sepse në këtë trup multidimensional ne kemi nga koha që në barkë të nënës, por edhe gjatë eksperiencës tonë, energji të ulta që janë në zorrën e barkut dhe është e kaluara jonë, dhe këtu janë dhimbjet e fëmijërisë tonë të hershme dhe të eksperiencës që ne kemi kaluar gjatë jetës tonë deri më sot ku ju jeni, ashtu sikurse të jeni të sigurt dhe hijet mendore për të cilën qoftë dhe pse besoni janë në pafuqi për arsye sepse është kontrolli i jetës. Dhe kontrolli i jetës ka bazë frikën. Pra ju keni frikë se mos humni marrëdhënien, keni frikë se të angazhohesh për të filluar diçka, ke frikë në lidhje me sëmundjen, ke frikë për këtë, frikë për atë, për të cilën unë po ja u tregoj, është frikë në iluzion. Por që të lirohemi nga këto, qoftë nga zorët e barkut, qoftë nga jetë mendore, ne duhet të zbrazim gjithçka në këtë trup, të bëhemi bosh, dhe që të arrijmë që të bëhemi bosh, ne duhet i dorëzohemi vetes tonë, pra të lëmë vetes kohë. Kjo është që një nga mantrat që do t'ju jap është, sepse mantrat janë fjalë dhe janë fuqi, janë që na fokusojnë për të na lidhur shpirtin me është. Unë e zbraz veten time pikërisht tani, në qoftë se ju jeni gati. Dhe në momentin që ju përdorni këtë mantër, do të thotë që ju pranoni dhe ju do të ndihmojeni. Dhe çfarë ndodh? Ju do të jeni të vëmendshëm, sepse ju po pranoni që të zbrazeni nga gjithçka, pra mantra, unë pranoj të zbraz veten time, pikërisht tani, nga çdo gjë që nuk më shërben. Pra jeni ju, pra pranoni të zbrazeni dhe do të jeni të vëmendshëm, sepse ju jeni tani në komunikim drejt për drejt me energjinë, me Zotin. Që do të thotë është që të gjithë keni lutje, dhe lutjet e vjetra mund të kenë fuqi, unë nuk mund të unë kam dhënë lutje me të shkruajtur si ju mund të lidhen me universin, por lutjet janë ato që ne kemi një bashkëbisedim, pra komunikim direkt me veten tonë, me Zotin, sepse është energjia, burimi i energjisë, pra jemi lidhur me shpirtin tonë. Kjo është ndryshimi midis lutjes në pafuqi të fetarit, sepse e merr nga profet apo nga hoxha. Ndërkohë është edhe lutja jonë që ka fuqi sepse e kemi lidhemi direkt komunikojmë duke hapur zemrën tonë. Mësoni që të gjithë ju të kuptoni që lutja shpirtërore përmban, që është në fuqi, përmban një, ne jemi fuqia unike, hynore, krijuese, që do të thotë unë jam. E dyta është
unë jam e hapur, pra je i lirë, jam e hapur me energjin time në univers, pra e pranon, je i hapur, je i lirë për të ecur me ritmin e rjedhës së jetës. Dhe e treta, ne jemi dashuri, ne jemi që ndihmojmë për atë që bëjmë, pra ndihmojmë për atë që bëjmë, dhe që është në lidhje me misionin dhe drejtimin e jetës tonë. Dhe këtë ne e kemi fakt, pavarësisht se mund mos jetë akoma në atë që ju prisni, por hap pas hapi, duke e bërë fakt që në këtë rast, përdoni këtë mantër, unë do ju ndihmoj, por që këto 3 gjëra janë të rëndësishme për të patur lutja juaj fuqi. Dhe e para, unë si një qenie hyjnore e Zotit, kërkoj burimin tim dhe udhërrëfyesit e mi shpirtëror që të më suportojnë, pra ju jeni gati. Dhe kjo është unë jam, pra unë jam fuqia hyjnore e Zotit, e pranon që je krijues. Dhe në këtë rast, kush janë udhërrëfyesit, kur ne lidhemi në brendësi, ju e dini, ëngjëjt tuaj, nëna juaj, prindi juaj, kushdo ajo që ndjen shpirti juaj, mjeshtrat e dritës, fuqitë e larta jashtëtokësore, që të gjithë ne kemi lidhje, si me qiellin, si me tokën, dhe kjo vjen ku ne përdorim këto mantra. Tjetër vazhdimi, unë jam e hapur që me energjin time të marr udhëzimet, të marr përgjigjet që më drejtojnë në shërim, në rritje, në zhvillim dhe në ndriçim dhe në manifestim. Pra ju jeni i hapur që ndiqni energjin tuaj. Pra ku ju drejton shpirti? Shpirti ne marrim udhëzime, ne marrim që ju shqipni sinkronizime nga më të ndryshme, ku meditoni, që dini nga meditimi, që si u ndjet, ku e ndjet, qa ndjet, ku shqipni ëndra, lart në qiell qa shikoni, ret, shiun, hyje, djel, pa djel, nën, kur shikoni shpend, kafsh, erën, gjdo gjë, në shpinë tuaj, ndoshta qezma juaj ju rrjedh, ndoshta televizori ju prishet, ndoshta që të gjithë këto janë shenja që na ndihmojnë edhe kur ju pyesni ose ju ndjeni, është që ju pranoni, pra energjin tuaj, që të ndiqni të merrni udhëzimet. Dhe lidhja tjetër, pra unë po ju shpjegoj, por lidhja tjetër është që unë jam dashuri, unë jam që ndihmojmë për atë që bëj, kjo është bërë. Faleminderit. Pra lidhini këto gjëra, ne jemi dashuri, ne ardhëm nga dashuria, ne lidhemi me dashuri, ne ndajmë nga dashuria dhe ne do të shkëputemi nga ky vend po të dashur. Gjithë pra kur them që do vdesim një ditë, pra vim me dashuri dhe do të ikim po me dashuri. Ne ndihmojemi, bebi ndihmohet, ne pavarësisht se çfarë kemi kaluar në jetën tonë, ne përsëri çdo lloj sfide ne vazhdojmë. Por tani në këtë shekull jemi të ftuar që mjaft pak në botën e jashtme, tani lidhuni me veten tuaj me qëllim që besimi juaj të jetë në fuqinë tuaj, sepse e keni në zemër. Këtu është vlera, këtu është misioni dhe drejtimi jetës tonë. Kjo zemër është astrale, për të cilën na lidh ne me qiellin dhe me tokën. Dhe e fundit, ju do të fokusojni, ju do të jeni të vëmendshëm, duke qenë se ne komunikojmë tani, ne kuptojmë që ne ndjek shpirti jeton, është i përjetshëm. Shpirti derisa të marr frymë Diana, vazhdon me këtë mision. Derisa të iki fizikisht, se fizikisht po shpirti im do të jetoj. Dhe në këtë kohë, unë po lë gjurmë, dhe është gjurma e ëndrave të shpirtit tim, që kam ardhur me një mision, dhe është i qartë dhe me të vërtet, me mençuri të vërtetësisë së mësimeve të universit të Zotit Madh, për të krijuar botën e qytetarisë, për të krijuar që të gjithë jetojmë në paqe dhe zemër me zemër. Dhe në këtë rast, që të gjithë ju duhet ta ndjeni këtë energji. Pra kur ju bëni lutje, dhe duhet ndjerë. Sepse ndjeshmëria është ajo që ne lidhemi, që të rreq
Pra sa më shumë minjos të jemi me lutje që ne bëhemi dhe që i ndjejmë këtë, aq më shumë ne jemi magnet. Pra energjia krijuese që është në brendësi, që hapim zemrën, është tërheq. Është energjia femërore, është energjia krijuese, e dashur, e dëmshur, është ajo që na bën ne që duke u lidhur në brendësi të vetes tonë, ne do të arrim të kuptojmë të metat tona dhe të mirat tona, dhe të mirat tona është që të gjithë ne si fëmijë kemi talent dhe kemi dhunti. Askuj nuk i preket liria, por të dini që shpirti është që kërkon rritje, zhvillim. Kështu jemi, nuk kemi fëmijë, por do të shkojmë diku. Pra, derisa të kemi frymë, shpirti është me ne. Ne vim me shpirtin dhe shpirtin do të lëmë. Të kuptoni që me shpirtin tonë, në lutje i kemi si bashkëbisedues, i kemi të drejt për drejt dhe këto do të vazhdojnë akoma, dhe kjo është mrekullia e lutjes së fuqisë shpirtërore, sepse ne lidhemi direkt me universin, direkt me Zotin, direkt me krijuesin si krijues. Dhe kjo është bukuria që kur nuk e kishte menduar Diana, që do ishte në moshën kur e fillova isha 57 vjeçë, 58 tamam, që do t'isha këtu para ju, dhe me çfarë mësimesh, me mësime që nuk i kemi dëgjuar nga askund, por që në vetvete është informacioni, është energjia, është mençuria që i kam në këtë shpirt, por që arrita të lidha me këtë mrekulli është që pranova të dua Dianën dhe eca hap pas hapi, dhe pse kisha një proces jashtëzakonisht të vështirë, besova në këtë proces dhe vazhdova hap pas hapi dhe vazhdoj akoma edhe sot e kësaj dite, sepse çdo gjë që unë imagjinoj dhe bëj lutje, unë e imagjinoj që është fakt, është realizuar. Dhe unë nuk dyshoj, sepse jam dorëzuar krijesës, dhe unë besoj në afatin njërë. Unë kur nuk dyshoj, sepse në qofë se unë dyshoj, unë ull energjin time. Por unë vazhdoj drejt, dhe nuk shoh rezultatin, por ajo që bëj sot më çon nesër. Mësoni që kjo është që ne fuqizojmë zemrën tonë, mendjen tonë dhe të qëndrojmë gjithmonë duke jetuar në momentin prezent. Ajo që unë arrita janë farat që unë odha dhe farat hynore të krijesës, të Zotit, të universit janë vetëdorëzim, besim, durim, mbajini shënim, paqe, dashuri, butësi, mirësi, miqësor dhe së fundi kënaqësi dhe lumturi. Dhe po t'i numëroni janë 9, dhe kështu është krijuar krijesa, nga numri 0 deri në numri 9, dhe këto përsëriten se i dini në numerologji. Numri 0 përfaqëson zimin tonë shpirtëror, ne jemi që të gjithë krijues, nuk ka fillim, nuk ka fund, çdo fillim, çdo fare re që idhet, do të na lidhi me veten tonë, do të na lidhi, pra çdo fillim të ri që kemi, do të na lidhi me magjinë e bukur, me veten tonë, me të tjerët dhe me mundësi të pafundshme që ka ekzistenca jonë, bota jonë, dhe që të gjithë ne do të arrim një botë, një Zot, një shpëtim dhe një njerëzim. Kjo është koha që të gjithë jeni të ftuar, askujt nuk i preket liria, por të besoni që Zoti është pa fe, besimi në pafuqi mbetet dëshirë, sepse ju i prisni të vinë nga lart, dhe besimi në fuqinë tuaj është që ju jeni krijues, dhe ju duke patur në fuqinë tuaj ju do të krijoni atë që ju dëshironi dhe ëndërroni atë që vjen nga zemra juaj. Dhe duke qenë me zemër të hapur, zemër me zemër, ne do të krijojmë bukurinë e jetës, sepse ka dhe një mënyrë tjetër të jetës, dhe prandaj po flas që të kuptoni që Zotin e kemi që të gjithë në zemër. Hapini zemrën për të arritur që t'i japim edhe pasarzve tanë, fëmijëve tanë, besa e nipër, të jetojnë me zemër të hapur dhe jo me fiksim, me botën e materjes. Asgjë nuk do të marrim me vete, por të jetojmë me fëmijët tanë, me familjet tona, me të gjithë, duke dhënë dashuri dhe duke dhënë dashuri dhe do të marrim dashuri. Dhe me mua miru pafshim deri në video tjetër. Faleminderit.